Në këtë liri merit ka dhe ushtria çlirimtare e Kosovës. Jemi duke pa një proces gjyqësor që po bëhet në Hagë për ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Si e shihni këtë proces gjyqësor atje? Ju thonë të vërtetën edhe në historia është. Evropës nuk bën shumë i besu, më falë që ju thëmë këte, për Evropa, thema, a din kështu mu sot e pata një gëzim shumë të madhë, kur i pasi shumë njerëz kanë dalë, mu duk si kanë dalë ma shumë se sa për pavarësi kur ka qenë. Se vërtet pas shumë edhe mu merë diçka shumë mirë si kanë dalë gjithë partitë së bashku. Kjo është hera e parë, po më doket me dalë me një protest, do me thonë jo partijak, me dalë PDK-ja, LDK-ja, gjithë. Do me thonë ka qenë një atmosferë vërtet e shkëlqyshme. Une nuk di çka do të ndodhë me lideret tanë, por është një punë si Evropës edhe në histori edhe tash vështirë është një besu.